për mendim tim është pak rastueshmërisht më mirë se Lumir Abdigjiku. Gaxheri? Po, padyshim pajtohem me Kronin, partitë opozitare duhet të hapen sinqerisht. Se ato bëjnë sikur janë demokratike, sikur janë të hapura, por fatkeqësisht udhhiqen nga disa njerëz të cilët kur nuk i ndrojnë pozitat janë gjithmonë aty. Dhe ato parti derisa ata njerëz po qëndrojnë, po vazhdojnë të qëndrojnë aty, partia nuk po u sheh hajrin në asnjë moment. Faktikisht po qëndrojnë në atë të njëjtin nivel ose po bien më poshtë. Në këtë rast Lidhës Demokratike të Kosovës, e cila ka dështimin më të madh në këtë zgjedhje, padyshim besoj që zotri Abdigjiku do jap përheqje në këto ditë, pasi që në mbrëm deklaroi se do mbledh kuvendin dhe është i gatshëm që të jap përgjegjësi, qoftë edhe me përheqje i pyetur nga gazetarët dhe me shumë maturi ka dhënë një deklarim ndryshe nga politikanët shqiptarë që jemi mësuar ne, pavarësisht se sa dështojnë, politikanët shqiptarë nuk japin përheqje, dhe kjo është për të përshëndetur nga zotri Abdigjiku, dhe besoj që ai do jap përheqje dhe i liroj vendin dikujt të ri, por nuk është çështja vetëm te Abdigjiku. Unë besoj që çështja është më e thellë, sapo e theksova më parë, që duhet të hapet sinqerisht partia dhe mos të ketë njerëz të njëjtë të cilët qëndrojnë aty pa sjellur asgjë të re për partinë, por vetëm për veten e tyre. Tash në qoftë se ne mbajmë përgjegjës zotrin Abdigjiku, padyshim se duhet i mbajmë përgjegjës edhe nënkryetaret e tij, të cilët janë kryetar komunash me mbi 50% kanë fituar pa balotazh, ndërkaq në zgjedhjet nacionale partia e tyre del e treta. Si ka mundësi? Domethënë edhe ata janë përgjegjës Abdigjiku nuk e ka bërë